Të nderuar xhamat, jemi në vargun e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Kemi ardhur te kapitulli të cilin e ka titulluar Babul Haya, kapitulli I turpit, I marrës, dhe ka sjell një varg hadithësh nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si besimtari duhet të ketë turp, duhet të ketë marrë, dhe përmendëm 10 lloje të marrëve të sot I ka detalizuar Ibn Qayyim el-Jauziyje rahimahullahu ta'ala. Përmendëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu në Adabul Mufrad, po gjithashtu edhe në Sahihul Buhari, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njëri shumë I turpshëm, I ka ardhur marrë shumë. Thot Anas ibn Malik radhiyallahu an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadidul haya. Ka thënë alayhi salatu wasalam, ishte shumë I turpshëm, shedid, pra turpi I tij ishte shumë I madh. Dhe transmetim tjetër nga Abi Said al-Khudri radhiyallahu an, ka thënë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, atë shumë I vinte turp, saqë ishte vazhdimisht sikur e beqarja kur hin dhëndër, nuse, e re. Nga turpi I madh I mbuluar, pejgamberi sa vazhdimisht në çat gjendje. Dhe kjo tregon për një marrë të madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka thënë në hadith se s'ka pejgamber që si ka thënë popullit vet, nëse nuk të vjen turp ban çka dush. Dhe këto hadithe tregojnë për vlerën e turpit. Dhe hadithin e fundit që ka nxjerrë Imam Buhariu në këtë kapitull është cili se ka kalu pejgamberi alayhi salatu wassalam pranë dy njerëzve. Dhe njëri po e këshillon vllaun e tij. Transmetimin e Ibn Omerit ju atibu e kritikonte, edhe pse fjala këshill është e saktë hadithi I parë, sepse ai monirën ja ka dhënë si këshill, por realiteti ka qenë kritik. Çka I ka thënë? Ka thënë marrja atu të bë dam. E ka këshillu vllaun e vet se shumë I turpshëm. Sa mirë më kon që ka çmarrëli, ani mirë deri në nivel ama kjo të bë dam. Dhe ka kaluar aty pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ka dëgjuar dhe I ka thënë da'hu, leje, fa innal haya'a min al-iman, leje mos e çorto pse amarrëli, mos e çorto pse ka turp, sepse turpi është për imanit. Sikur që I shohim ne në shoqërinë tonë të nderuar xhamat, I çortojmë njerëz për vlera. Dhe kur e shohim ndonjë të keqe, shujna apo? A ka më keq se çka? E shani njëri të bëu mirë, do menal. E shani njëri të bëu keq, shun. A jetojnë në këtë kohë? A jetojnë në këtë kohë kur njerëzit të cilët bëjnë mirë luftohen, njerëzit të cilët bëjnë keq përkrahen. Apo përkrahen. Po për këtë arsye ka thënë alayhi salam, da'hu leje, se kritikohet çështu. Kjo so vjen kritikës. Apo thot Abdullah ibn Omeri, kana yaqul ka'annahu yaqulu lah, ai sikur po I thon të vllaut vet, qad adarra bik, atu të bëj zarar marrja. Sikur neve do njerëz po na thonë, aty u bë zarar juve Islami, aty u bë zarar juve Shamia, aty u bë zarar juve Xhamia, aty u bë juve zarar imani, zararat do na bën neve. Dalin vazhdimisht cirke të ndryshme, palace të ndryshëm dhe na këshillojnë neve muslimanëve në këto vende se na duhet të mungon shumë musliman, se na bëmi zarar. S'na do dunjaja. Kush duhet më na dash? Të ndërum xhamat, kush duhet më na dash? Me çfarë çmimi ai do më na dash neve? Të zhvishemi nga imani? Ta lajmë na islamin më na dash ai? Ta lajmë islamin më na dash xhunubi? Ta lajmë na shamien për më na dash ai I cili çel shtëpi publike për atë ti zhveshim gratë tona? Hasha wa kella. Allah I mos ja mundsoft kur ja rabbal alamin. Inshallah Zoti nuk ja mundson këtyre agjendave moralizue. Allahu e rujt islamin në këto vende, Allahu t'i ruan xhamiat në këto vende, Allahu t'i ruan gjërat e mira që I kemi na si popull. Për këtë arsye nuk duhet me kanë kritika në vendin jo duhur. Kritiko që ati ku duhet, jo me kritiku pse na musliman. Dalin na çekun ala islami, a kun ala, ku të kalon be? Po t'ja si të pove njës që jetu në dunja, janë të degradu dita ditës. Janë të degradu dita ditës. 1 miliard njerëzi organizata e shëndetësisë botërore I ka shkrujt të ankthit depresion. 1 miliard, 8 miliard I ka bota. A islami I ka shtin në ato në anktha? A xhamia I ka bo ato me anktha? 1 miliard smut hapa pin. Pse? Pi stresit. Dhe ti elhamdulillah nuk pi. Edhe ama ati ordinati, a I do me të bëdhe ti me hapa. A I di se qatë zotë shka I të besu edhe atu të lanë, mës me pi hapa. A I thot, pse ti me pi une, pse ti mës me pi une jo? Andaj,
ta ruajmë vlerën, edhe tha alayhi salatu wasallam, se turpi është prej imanit. Të nderuar xhamat, transmeton Imam Buhariu për këtë përmbysje të vlerave. Kur përmbyset, kur ajo e turpshmja është vlerë, ama ata e lexojnë gabimisht, se ka njëri të mirën e lexon të keqe, të keqen e lexon të mirë. Ka thënë alayhi salatu wasalam, kur përmbyset zemra. Transmeton Imam Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se bitë e Israilit e përqeshnin Musain alayhi salatu wasalam pse nuk lahej bashkë me ta tullak. Ata u lanin në për hamamet e tëre edhe u zhveshtin, edhe runa Zot e shifshin edhe ndoshta pa turpësitë e njëri tjetrit. Musa alayhi salatu pejgamberi i Zotit ulul azm, ai nuk u zhveshte, veç nëse është vetë. Një ditë për ditëve, pas i akuzojnë shumë, i thojnë, ki adi, qire njerëzit që shjallë. Thojnë, adi, ki pse nuk lahat me neve patesha. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se i ka do njolla, do shenjat këqija në trup, e s'do t'ja shof në na. Që qështu janë këta? Dela i thot, a di pse shkojnë këto mu falë? A di pse këto e në shamien? Ki ka me na kalzu neve pse mu falë ka njerëzit? Mu falë mi se në farz, Allah e ka po mu falë. A gjërojmë se Allah e ka po farz. Haram i nalë pse në haram, apo? Mirë po, këta dojnë të vlerën me përshkujtë si degradim. Edhe i thanë bitë e Israilit Musait alayhi salatu wasalam në mezveti, ki slat me neve se ki ka naj njollë. Allahu gja dashti me pastruhe. Nuk të lajnë njerëzit. A i di kur e kanë akuzu, ka thonë ka në vrat njollë. Edhe Zoti i Madh te bareke ve teala ja mundson Musait me shku me një lumë edhe pak më larg njerëzve. Edhe i non të një shkambi madh, një guri madh, i non teshat aty. Edhe pas murit lahat vetë, se shekur kush. Allahu për me pastru Musën dhe për me i kallzu çfarë shpirti kanë këta, i merr gurin dhe e hec. E ka lëviz ligjin universal, veç mi kallzu këtynve të çmendëve se sa qashtu. E ka morë gurin dhe e ka lëviz. Edhe Musa alayhi salam të e vrapue pas gurit, ta zonë e gurit i more teshat. Tu ngajt pas teshave e kanë pa bitë e Israilit. Edhe e kanë pa, thot pejgamberi alayhi salam, krijimin më të mirë që ka kriju Zoti. Trup i zhvillu, ma i zhvillumin i mundshëm. Edhe pastaj kur e nal gurin, i mshon gurit me tesha, pi natit, pi nervozit pse ka lëviz. Allahu gja ka zbita jetë në Kur'an, në surën Al-Ahzab, ja ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa. O ju musliman, mos u bani si bitë e Israilit që e kanë munu Musën, fa barra'ahu Allah, e Allahu e pastroi të rasti gurit. Djetarë që kanë thanë, këtë hadith, kë e kanë mënue? Kapitullit turpit. Ishte Musa alayhi salatu wasalam shumë i turpshëm. Krejt pejgamberët kanë ardhur me turp, e kanë shpërnda turpin, kanë eduku evlat dhe shoqëri me turp. Andaj duhet edhe ne të nderuar xhamat që të jemi shoqëri e turpshme, që të përhapim marrën, t'i thojmë fëmijëve tonë të vjenë marrë. Dhe këta shoqëria jonë ka pas alhamdulillah, por ka filluar kjo çeliz me uzbe. Andaj duhet ta ujisim, ta vadisim që mos na bie, nëse bie turpi, mos vet për katrahurën që ka më ndodhur. Nëse i zhvishet marrë ke shoqërisë, mos vet për çrregullimin që ka më ndodhur, se atëherë mo nuk e di kush kur kush çka ka më bëhe. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu na mundson që zemrat tona të jenë të devotshme, të jenë të turpshme. Na ban Allahu te bareke ve teala që të jemi njerëz të cilët jemi stolis me turp. Na vjen marrë mas pari prej Zotit Madh te bareke ve teala. Na vjen marrë se jena musliman, na vjen marrë se jena familjar, na vjen marrë se jetojmë shoqëri muslimane, jetojmë shoqëri të cilat janë me familje, na vjen marrë prej atyre të cilat kanë investu dhe kanë kontribu që ti me ardheri në këtë pozitë. Ata që kanë rrit, ata që janë në lodh për ti me ardheri të kjo